Në kuadër të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik, rojet bregdetare morën pjesë në trajnimin Lifeguard ndima e parë. Ky trajnim u organizua nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore në bashkëpunim me Universitetin e Sporteve. Në fokus ishte dhënia ndihmës së parë dhe ndërhyrjet emergjente në det, një aftësi etike për sigurinë e pushuesve në vijën bregdetare. Pjesë e kursit ishin edhe manovrat e shpëtimit të viktimës në det, mënyrat e transportimit dhe nxjerrjes nga deti në tokë, manovrat bazë të jetë shpëtimit, kur viktima është jo koshient, dhe bllokimi i plot apo i pjesëshëm i rrugëve të frymarrjes. Do të di shumë mirë si ta aktivizojmë ndihmën, çfarë kërkon, dhe në momentet që ndihma nuk ka ardhur si të veprojmë për ta bërë sa më të lehtë situatën, për ta mbajtur në kontroll situatën në mënyrë që të mos përkeqësohet. Normalisht do të di si ta aktivizojmë. Qëllimi jonë është që ta mbrojmë atë person që ka nevojë për shërbim, të kontrollojmë sa të jetë mundur situata, të mendojmë ka rrisje iminente këtë skemë? A ka rrisje potenciale? Pra është një rrugë makine që të mund të lënë makina në shtësi të lartë, që unë kam pamundur të rrijë aty në pacient. Çfarë do të bëj? Si mund të zgjidh? Pashën derisa të ambulancë. Pasi kemi njoftuar gjithmonë shërbimin e urgjencës 127 dhe kjo është e thjeshtë sepse gjithë Shqipërinë njoftojnë që telefonin 127 dhe do ta kemi një aksesim telefonik në fillim dhe aksesim me autoambulancë apo me mjete të tjera në kohë. Basi kemi bërë të dy hapat e parë, të vrejmë, personi merë frim apo nuk ka puls. Do të shkojmë dhe të praktika, të pjesë e manikinave, është shumë e thjeshtë. Ndërkohë që shikoni të vetja juaj, pulsi i fundit që zbulët dhe që ka rëndësi, është pulsi të karotide. 2 cm nga monde e dalit përvojnë të vetja juaj, ndje pulsën. Kurset të tilla janë teje të rëndësishme për të gjithë rojet bregdetare që përgjatë sezonit veror angazhohen në të gjithë vijën bregdetare për t'u ardhur në ndihmë pushuesve në raste emergjente. Për fat të keq vitet e fundit në vendin tonë, viktimat në det kanë qenë të shumta për shkak se në një pjesë të madhe të vijës bregdetare kanë munguar rojet bregdetare apo edhe përfshirja e personave të specializuar në to.